Vuani nga kapslloku dhe keni fryrje barku, provoni këto receta dhe do na falenderoni. Uji i vakët me limon. Në një gotë me ujë të vakët qëroni një limon dhe e pini. Këtë pijem mund ta konsumoni si parandalim dhe kështu do të parandaloni problemet me tretjen. Vaj i ullirit me limon. Përpini një lugë vaj ulliri të cilën sipas dëshirës mund ta përzini me lëng limoni. Ky ilaç ndihmon në nxitjen e tretjes dhe më së miri është ta konsumoni në mëngjes ose disa orë pas vaktit. Sot buke me ujë të vakët. Në një gotë me ujë të vakët shtoni gjysmë lugë sot buke dhe e përzini. Ky kombinim me gjenerata të tëra njihet si një aleat i mirë për ata me tretje jo të mirë të ushqimit, por duhet patur kujdes që ta përdorni sodën pa alumin të cilën mund ta blini në të gjitha farmacitë. Kjo recetë nuk u sugjerohet atyre që vuajnë nga thartira në lukth.